Jemi sonte në këtë emision të radhës dhe normalisht këto emisione tash na gjejnë mas iftarit sepse krejt muslimanë shqiptarë po agjerojnë, muslimanë të këtë botës, e sonte në një emision që kena me që flak, pushk që thojmë na, bashkë me Hoxhën Ahmed Kalaja. Hoxhë, mirë se erdhe? Mirë se erdhe. Faleminderit. A ke ardhur mirë? Faleminderit që ardhë. Faleminderit dhe juve. Mirë. Pyetja e parë që ta bëj, a pe agjeron fillimisht? Besoj që po. Unë për këtë punë paguam. Dhe më thamë për këtë punë nuk e bën sepse është çështje e pagesës. Ç'është ka gjetë ky Ramazan Hoxh? Me thënë drejtën shumë mirë. Shumë mirë. Domethënë po shohim që ka shumë prurje të reja, shqyqyr Zotit, si çdo vit, por edhe këtë vit, mashallah, domethënë ka pas prurje të reja dhe shumë mirë situata, domethënë. A ne ato plesë e vjetër thonë, ky është Ramazan kalamajsh, pra me kuptimin është dita shumë e shkurtër, edhe freskë është edhe... është koha fiks tamam për me e peshtasme për agjerim. Nëse i shkon kështu gjithmonë në Ramazanin në këtë kohë, në shkurt, në këtë kohë në ndimnore, besoj që ishin shtu musliman. E disi është puna, kjo faktikisht ka një urtësi. Zoti nuk e ka lënë në një stinë fikse, po bën që të rrotullohet në gjitha stinët, sepse tek Zoti nuk ka popull të zgjedhur, nuk ka racë të zgjedhur. Kështu që, si më thënë, shqiptarët e shijojnë në të gjitha stinët e vitit, amerikanët e shijojnë në të gjitha stinët e vitit, francezët, arabët, afrikanë, domethënë, gjithë bota e shijon në të gjitha stinët e vitit, pra e ndjen edhe, si më thënë, gjithë jemi njësoj para Zotit, kush garon dhe ecet më përpara, bravo qoftë. Që i bjen kjo nuk mund me konë ma musliman të mirë, për shembull arabët ose turqit ose amerikanët ose sana, domethënë. Absolutisht. Pse ka njëri moni model na? Për shembull i moni model, do na mu dok sikur jena në Arabi kanë herë për shembull, me ose si New York ose si Londër ose pavarësisht ku jetojnë njerëzit. Apo lindja është pak më po, e vërtet, domethënë njeriu mund të ndikohet nga traditat, mund të ndikohet, domethënë ka prirje për domethënë për të ndjekur ndonjëherë traditat, pavarësisht se në Islam mirë është që njeriu të mbajë traditës vendit të tij. Nuk ke pse të kopjosh modele të huaja, nuk ke pse të marrësh modele të tjera, ti ke modelin tënd. Domethënë ai është shqiptar. Për këtë arsye, Islami nuk ka një rrobë që dallohet me të, as një veshje që dallohet me të. Shumë mirë Zoti mund të kishte thonë që ju duhet visheni kështu, nuk i kushton asgjë. Por ideja e Islamit është një fe, domethënë internacionale. Është për gjithë kombët, për gjithë njerëzit, e si pasojë besimi, adhurimi, domethënë ka një normë të caktuar, ndërsa pjesa tjetër e jetës zhvillohet si zhvillohet zakonisht. Për shembull, gjithmonë jap një shembull ekstrem. Them armiku më i madh i profetit alayhis salam, ai quhej Buxheli. Ai vishej njësoj si profeti alayhis salam. Po ishte armik. Ndërkohë që ishte armiku i tij, domethënë kështu ka qenë tradita e veshjes. Pra nuk është se profeti alayhis salam tha ky është modeli dhe përmbaju në këtij modeli. Nuk e ka trajtuar fare këtë pjesën e veshjes. Ka pasur normë fikse të veshjes. Po. Kështu që jemi të gjithë njësoj para Zotit dhe të mbajmë traditat tona përderisa jemi shqiptar. Sikurse me vesh në Arabi për shembull tirçit tonë që i kemi ata janë të kollin, ata të kollin me vesh tash shkurt, mars, le më me vesh atje ku temperatura është mbi 50 gradë. Pra gjithsecili duhet ndihet mirë dhe krenar aty ku e ka fal Zoti. Neve na ka fal Zoti këtu, atëherë le të ndihemi mirë dhe krenar në këtë vend që na ka fal Zoti dhe me këto tradita që na ka fal Zoti. Gjithmonë derisa nuk bie ndesh, pra le të themi, nëse është një traditë që bie ndesh me një normë të Islamit, atëherë themi jo, do të qëndrojmë tek norma, por përderisa nuk ka normativ, përderisa nuk ka rregull, përderisa nuk ka ligj, atëherë mbështetemi tek zakonet dhe traditat tona. Nuk ka pamje për shembull të pejgamberit të fundit Muhammed që ekziston në këtë kohë ku jetojmë na. Po zakonisht pse ndodh që thuhet që pelshoj mjekrën pak sepse kështu e ka pas. A është kjo kështu e ka pas për transmetimet që kanë ndodhur apo për dikush që e ka pa mandej ka përcjell gjenerat pas gjenerate? Atë dy gjëra interesante ka Islami. Para, imazhi mbi Zotin nuk ekziston. Pra ti, sido që ta mendosh Zotin nuk është ashtu siç e mendon ti, sepse nuk arrin mendja njerëzore ta perceptojë. Është aq madhështor, aq i plot fuqishëm, aq absolut saqë mendja një kështu që kjo me Zotin. Ndërsa në raport me profetin ne kemi transmetime që tregojnë si është veshur, që tregojnë si ka ngrënë, si ka pirë, që tregojnë si është falur, si ka agjëruar Ramazanin, si e ka bërë haxhin, dhe njëkohësisht tregojnë edhe këtë pjesën e lukut. Kjo pjesa e lukut është dy llojesh. Pjesa e lukut le të themi tradicionalja, ajo që thamë ne që e ka lënë të lirë Zoti, dhe pjesa e lukut që është e përcaktuar. Pra pjesa e mjekrës është e përcaktuar. Madje është përmendur edhe në Kur'an. I thotë Haruni
Haruni dhe Musai, ka qenë dy vëllezër profet. Thot, o vlla, thot, mos ma shkundaj shumë mjekrën, se kur erdhi Musai dhe e gjeti popullin që po adhuronin viçin, mendoi se fajin kishte vllai i tij, edhe shkoi dhe kapi vllain për mjekër. Do të thonë, tradita e profetëve është e tillë, jo se mjekrat të bën domosdoshmërisht besimtar. Ose profetik. Ose profetik, sepse mund të jetë dikush me mjekër dhe s'ka lidhje. Pra, mbi të gjitha njeriu duhet të ketë besimin, mbi të gjitha njeriu duhet të ketë edukatën, mbi të gjitha njeriu duhet të ketë normat, le të themi, e adhurimit. Pastaj edhe kjo është pjesë plotësuese, por nuk është domosdoshmëri. Pra, nuk është patjetër që ti je musliman duhet të jesh mjekër. E kjo, kthehemi pak në fillim te Ramazani. Çka ndodh me njeriu në Ramazan, hoxh? Faktikisht me ato që agjeron, se ky që se agjeron ky është një moment që shpirti i njeriut merr më shumë pushtet se sa materia, se sa lënda e tij. Ne për shembull në jetën e përditshme ushqehemi, lëvizim, edhe e angazhojmë shumë shpirtin. Dhe vjen periudha e Ramazanit që ne rrim pa ngrënë dhe pa pirë, edhe shpirti, si më thon, fiton atë lirinë e vet. Si më thon, nëse do ta dish ti në të vërtetë se cili je, shihe veten tënde në Ramazan. Sepse aty njeriu zbulon karakterin e tij të vërtet. Pse? Sepse jashtë Ramazanit angazhimet janë aq të shumta saqë njeriu humbet, kurse këtu njeriu kupton veten e tij. Qëllimi kryesor le të themi ose synimi kryesor është që njerëzit të reflektojnë. Se nuk është gjithçka barku që mbushim, as nuk është gjithçka komoditeti jetësor. Mbi të gjitha ne duhet të kemi një raport mirë me atë që na ka krijuar, na ka sjellë në botë. Pastaj duhet të kemi një raport mirë me prindrit, me familjen, me komshiun, me punën tonë. Pra është një moment që njeriu duhet të reflektojë, që njeriu duhet ta përkthejë këtë në një përmirësim jetësor. Për këtë arsye ka një hadith, pra fjalë profetike nga profeti alayhis salam që thotë agjërimi i vërtet është mburoj e njeriu, e mbron njeriu nga çdo gjë që është e fëlliqur dhe e shëmtuar dhe e unët. Madje, thotë madje nëse dikush agjëruesin e shan ose o ofendon, ai thot inni saim, jam agjërueshëm. S'kam më marr me ty. Ose thot një fjalë tjetër profetike, sa njerëz agjërojnë, por nuk do të marrin nga agjërimi vetëm se etjen edhe urinë. Pra ideja e agjërimit nuk është thonë nuk i pranohet gjithëve. Mund të mos pranohet. Ose nuk e marrin gjithë shpërblimin e plot, sepse nuk pranohet këtë sedim. Për këtë arsye Zoti kur tha për agjërimin në Kur'an tha që të arrini gradën më të lartë të devocionit, të devotshmërisë. Si për këtë në gjuhën shqipe, të kesh raporte të paqme me Zotin, dhe të kesh raporte korrekte me krijesat e Zotit. Kur zbriti ajeti kuranor për agjërim? Agjërimi faktikisht ka ekzistuar qysh në kohën e Mekës, por ka qenë vetëm një ditë. Një ditë. Vetëm një ditë. Po dita e Ashuras, dita e 10 e muajit Muharrem ishte obligative sepse në Mekë e ke parasysh ishte situata shumë e vështirë, përndigjeshin, kishte dhunime, kishte problematika. Dhe në momentin që profeti alayhis salam emigroi në Medinë, në vitin e parë të emigrimit zbriti edhe ajeti i cili obligon, do të thonë, agjërimin. A ka qenë kështu gjithmonë 30 ditë pas zbritjes të ajetit, apo është negociu pak për ditët dhe për muajt? Jo, negocimi ka qenë për namazin. A për namazin? Për namazin ka qenë nga 50 shkoi 5. Ndërsa për agjërimin ka qenë muaji i Ramazanit, pra që mund të jetë 29 ose 30 ditë. Dhe ka pas faktikisht diçka ndryshe nga Ramazani që bëjmë ne sot. Ka qenë ligji në fillim fare që njeriu nëse e çelte iftarin, kishte drejt hante, pinte, bënte çfarë donte derisa se zinte gjumi. Po ta zinte gjumi nuk i lejoj që të hante siç hajmë ne sot për syfyr. Mas gjumi domethënë. Mas gjumi s'kishte më gjë, po. Më vonë Zoti e la disa ditë këtë, pastaj tha Zoti jo, ju lejohet që të hanë dhe të pini deri në kohën e syfyrit, kështu që ndryshoi ligji, domethënë Zoti e abrogoi, e shfuqizoi për të lehtësuar. Kush ka negociuar me Zotin këtë rast për me ndryshuar normat? Jo. Apo kanë zbrit ajetet? Vetë Zoti, pra tregon. Tu e pa ngjarjen? Jo tu e pa, Zoti të provon. Si themi ne, apo e prish zemrën apo jo. Zoti tha s'keni për të hongër derisa s'ju zën gjumi. Si do të reagojnë besimtarët? Reagojnë mirë. Atëherë ju a lejo deri në mëngjes. Okej. Pra ndonjëherë e ke parasysh kur e vetim provë fëmin tat për shembull do më pa sa i sinqert e teston. Edhe Zoti teston ndonjëherë. A ka mundësi që në të ardhmen ndrohet në rregull më për shkak? Absolutisht nuk ka. Nuk ka. Vula e profetëve. Se nuk ka kush me negociu më.
i bjen kjo. Jo nuk ka kush me negociu, po domethënë Islami, domethënë feja që solli Muhamedi, që ne kur themi Islami, themi gjithë profetët kanë ardhur me tjetër fe dhe besim thjesht negociatorët, me që i po quhen negociator, kanë ndryshuar. Në momentin ose në rastin e profetit Muhamed, paqja e Zotit qoftë mbi të, këtu është i fundit. Vula që nuk e ndryshon profecisë, do të thotë sepse vetë Zoti këtu ka sjell, ishte shembulli i traditës që ne folëm. Pra e ka bërë Islamin ta tillë që të jetë fleksibël, që të jetë fleksibël, që të jetë i përshtatshëm, elastik, që mund të aplikohet kudo. Unë do të jap një rast ekstrem për shembull. Kemi 3 astronautë, të cilët kanë agjëruar dhe janë falur në stacionin hapësinor, domethënë në hapësirë. Si ka mundësi për shembull? Kohët e namazit si kanë gjetë, drejtimin e Qabës si e kanë gjetë. Kanë agjëruar Ramazanin, ka qenë një malezian, një turk edhe një nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Kanë bajtur Ramazan atje. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon se jemi në avans faktikisht. Feja dhe besimi është në avans dhe nuk është asnjëherë i sfiduar se o çfarë po ndodh me shkencën apo me teknologjinë. Absolutisht. Shkenca leteci, dia leteci, teknologjia leteci, ne jemi, si më thënë, përpara. Pse? Sepse Zoti e solli të fundit, nga që nuk do të ketë më mbas tij rregullator, përmirësues, atëherë Zoti e bëri ta tillë që të jetë gjithëpërfshirëse për të gjitha kohrat dhe për të gjitha vendet. A ka mundësi hoj, për shembull, e nëse shfaqet dikush, po. Nëse shfaqet dikush që thotë gjë se më erdhi inspirim, më erdhi shpallje, këtu kuptohet se kemi të bëjmë me një njeri i cili është sharlatan dhe thjesht djalli loz me të, ose ai e bën për përfitime personale. E tha që Zoti i ka vendosur rregullat kështu dhe të pandryshueshme. Deri në ditë kiamet. Deri në kiamet. Po. Që shpresoj mos ta presim, se muslimanët e mirë nuk e presin. Është herë. Herë, domethënë nuk kemi nevojë. Nuk kemi ne nga funi, jo. Zoti i plot fuqishëm i ka vendosur rregullat e veta dhe janë të pandryshueshme. Nëse Zoti është i plot fuqishëm, pse i përdor për shembull engjëjt me krypun? Pse si kryjnë vetë punën për shembull? Është njësoj sikur thua pse mbreti nuk shërben vetë. Po, e qartë. Po, mbreti do ta tregojë vetën se kush është. Zoti i Madh tregon veten e tij nëpërmjet melajkeve, e tregon engjëjve, pra, e tregon veten e tij nëpërmjet mrekullive, e tregon veten e tij nëpërmjet universit, e tregon veten. Domethënë është një lloj, le të themi, delegim për të madhëruar vetveten. Pse i duan pra njerëzit Zotit? Ku i ka engjëjt me miliarda. Pse i duhet një krijesë? Nuk i duhet Zotit. E dopt relativisht. Po. Zotit nuk i duhet asgjë. Allahu nuk ka nevojë për asgjë. Për këtë arsye tha Zoti në Kur'an, o njerëz, Zoti është i plotfuqishëm, nuk ka nevojë që të shërbeni atij. Nëse ju bëni mirë, bëni për veten tuaj, nëse bëni keq, ja keni bërë vetes tuaj. Sepse tash një pyetje, pse na krijoi neve? Zoti na krijoi sepse është vullneti dhe dëshira e tij që toka të ishte e banuar me njerëz. Dhe këta njerëz do të vinë në provë, ndaj krijuesit do të jenë mirënjohës apo mos mirënjohës. Kush është mirënjohës ndaj tij, do të vazhdojë shpërblimi i tij pafundësisht. Pse na krijoi në xhenet e na sjellin tokë mandej? Pse ka ndodhur ky farë ndryshimi? Zoti dëgjoj, ka një gjë që ne, domethënë, sado që të mundohemi të japim përgjigje filozofike, ne nuk mund të shkojmë deri tek sekreti i vërtetë i gjës. Si tha profeti Isa alayhis salam, o Zot, tha, ti e di se çfarë ka mund brenda meje, po unë nuk mund ta di se çfarë ke ti brenda teje. Kështu që Zoti Madh ka dashur që jeta zhvillohet në këtë mënyrë dhe në këtë formë dhe që të dalin në pa urtësia disa nga emrat e Zotit që po mos krijohej njeriu nuk do të shfaqeshin. Ne themi që Zoti ka atribute. Po. Ndër atributet e Zotit është falja e mëkatarëve. Po mos kishte mëkatar. Ndër atributet e Zotit është mëshira, po mos kishte mëkatar. Po. Ndër atributet e Zotit është furnizimi, po mos kishte njerëz, këtë do të furnizonte. Pra, krijimi i gjallësave, krijimi i engjëjve, krijimi i njerëzve, krijimi i xhinëve, faktikisht nxjerr në pa atributet e Zotit. Dhe ne tani përballemi me këtë Zot, i cili furnizon, i cili krijon, i cili bën mirë, i cili sprovon. Tani këtu jemi ne në atë orarin e provimit, e ke parasysh, si do të sillemi përballë këtij Zoti? A do të jemi mirënjohës, a do të kërkojmë falje, apo e di vetë, e bëj vetë, s'kam nevojë për asgjë, edhe pastaj ajo gjë që më shumë ti mbështetesh tek ajo të kthehet kundër teje. Pse nuk na lejmë me jetu parajs? A pse njeriu bën gabime dhe aty nuk lejon gabimet? Apo pse na tha? Pse na tha? I tha njeriu të parë,
Këtu e ke pas vendin, po shko atje. Parajsa është vendi ku njerëzit nuk S'lejohen gabimet. Nuk ka gabim atje. Parajsa është vendi i shpërblimit. Po njeri me parë bole gabimin parajs. E si mund të ketë shpërblim pa bërë diçka? Po. A jep rrogën ti këtu në çunave pas erdhën punë? A sa ashtu kështu s'java. Do të thonë jam minus plot rroga jemi. Ja se jemi në Ramazan tani. Ja. Ramazan s'ka. Zot mos e vë. Kështu që duhet njeriu ta tregojë veten që të meritojë diçka. Okej, pse nuk është duk djallin për shembull Zoti? Me gjithë fuqinë që e ka, pse nuk është duk? Pse lejon me bë djallëzi, duk? Zoti po të donte e zhdukte, se nuk ka gjë që qëndron përpara Zotit. Sigurisht. Okej. Atëherë Zoti e ka lënë për të qenë sprova jon. A do të gjejmë Zotin apo do të gjejmë djallin? Okej. Ne jemi të sprovuar me të, jemi në provë. Tash djalli nuk i nështrohet asnjë urdhni të Zotit. Apo si funksionon raporti mes krijuesit dhe djalli është nënshtruar Zotit. S'ka dyshim. Në të kaluamën. Por Zoti i ka lënë atij në fillim fare hapësirën e zgjedhjes. Po. A do të jesh në rrugën time apo nuk do të bësh sejdën Ademit, pra njeriu të parë. Ai zgjodhi që mos i bëj sejdë. Zoti tha atëherë ti parajsën e ketë ndaluar, s'do të futesh më në parajsë. Atëherë nga le të themi ai idhërimi që pati, ai tha o Zot më lër të jetoj deri në ditën e Kiametit. Tha Zoti do të jetosh deri në ditën e Kiametit, ama fundi do të jetë zjarri i xhenemit. Kështu që në ligjet universale të Zotit djalli është si të gjithë tjerët. Nësa tek pjesa e zgjedhjes dhe vullnetit është lënë i lirë dhe ai ka zgjedhur rrugën e gabuar. Tregoj diçka interesante. Thuhet nëpër libra që Musa a.s. po ecë një ditë, edhe i shfaqet djalli. I thotë o Musa, i thotë. A i falë Zoti njerëzit e i falë, po thotë Musa, falë. Po mirë thotë, po mu pse s'm falë Zoti. Nëse unë dua të pendohem një ditë, thotë am falë Zoti. Tani, çdo profet nuk më flasin nga kompetencat e tij. Sigurisht. I tha më lër të flas me Zotin. Thotë o Zot, nëse iblisi do të pendohet. A do ja pranoj pendimin? Tha Zoti, po, është kollajshme. Tha o Zot. Varri Ademit tash në filan vend. Nuk ja bëri sejdën kur ishte gjallë. Ta shkoj t'ja bëj tani edhe në rregull jemi. Fiton amnistin. I tha Musa iblisit, tha fola me Zotin, dhe Zoti tha shko tek varri Ademit, bëj sejdë edhe je i falur. A i tha, unë se bëra sejdë tha sa ishte gjallë, ta bëj tani mas i ka vdek. Vazhdo nej. Vazhdo nej. Edhe djajtën pa vdekshëm, do më thonë nuk vdesin? Iblisi, pra ai kryesori është i pa vdekshëm. Kryeministri atyne. Kurse të tjerët janë të vdekshëm, ndrohen, shtohen. Do më thonë vetëm iblisi nuk vdes. Po, ai nuk vdes. Ai është i përjetshëm deri në ditën e fundit. Deri në ditën e Kiametit. Po, edhe ai do të vdesi, pastaj do të ringjallet. E engjëjt? Engjëjt e njëjta gjë. Por se engjëjt janë të programuar vetëm për adhurim. E qartë. Domethënë ata nuk hajnë, nuk pinë, nuk shtohen, nuk kanë epsh, nuk kanë vetëm adhurojnë. Për shembull, kemi me mira, me miliona me like që vetëm thonë gjithë nga dita e krijimit deri në ditën e Kiametit, subhanallahu, pra i dëlir jeti o Zoti ynë, i madhëruar jeti o Zoti ynë. Ka me like që i rrinë vetëm këmbë, siç rrim në namaz. Ka me like që i rrinë vetëm në ruku. Domethënë nga dita e krijimit deri në ditën e Kiametit. Këto pikërisht janë krijesa që janë të destinuara vetëm për adhurim dhe për logjik. Ndërsa njerëzit, ne edhe xhinët i kemi të dyja brenda, kemi arsyen, por kemi edhe pasionin, kemi dëshirat, kemi epshin, gjë që neve na vën në provim. Përndryshe nuk do të ishim në provim. Mes engjëjve dhe njerëzve, pozicionit e Zoti a është i barabartë apo ndryshon apo njeriu i sepse i ron sejdë edhe njeriu i përkushtuar ndaj Zotit është më i dashur dhe më lart te Zoti se sa engjëlli. Pse? Sepse engjëlli nuk di gjë tjetër. Pra engjëlli në programimin e tij nuk njeh gjë tjetër, ndërsa njeriu i ka të dyja. Po ai faktikisht zgjedh pjesën e Zotit, kënaqësinë e Zotit, largimin nga e keqja etj. Dhe kjo është domethënë e bën njeriu më lart se sa me lagjet. Për këtë arsye, në xhenet, në parajs, pra kur të futemi, do të futemi në xhenet vetëm ne njerëzit. Me lagjet vazhdojnë ato që kanë bërë edhe në këtë botë. Punën e vet. Sepse nuk shpërblehen, se nuk kanë bërë diçka me lagjet nga vetja e tyre. Ndërsa ne jemi të sprovuar. Domethënë nuk gjykohen. Nuk gjykohen, me lagjet nuk gjykohen. A e takojnë engjëjt Zotin? Apo vetëm Xhibrili alayhis salam ka të drejtë, domethënë e ka mundësinë e takimit me Zotin, ndërsa me lajket e tjera e marrin nëpërmjet Xhibrilit. Domethënë është piramida e urdhërmorës dhe urdhërdhënies. Xhibrili është në krye.
A është vetëm Gjibrili që e merr shpirtin e njeriu? Jo, nuk është Gjibrili, është një melek që ka emrin Azrail. Azraili, Azraili ose Melekul Maut. I vetmi ai, domethënë çdo shpirt që e merr vetëm ai. Madje, si ka mundësi gjithë këtë shpirt që e merr ai për shembull brenda ditës? E kanë pyet një të moçëm, ka thonë si ka mundësi, i thotë që meleku i vdekjes, pra Azraili ja merr shpirtin gjithë njerëzve ose disa janë në Indi, disa janë në Amerikë. Tha shkollaj fare, tha, sa poça, i thoni poç llamba. Sa poça tha ka një qytet? Tha ai një qytet mund të ketë 100.000, 200.000. Po. Tha nëse dikush e ul automatin tha në fillim qytetit, çfarë ndodh? Gjitha. Me gjithë poç, kështu që Zoti i ka dhënë atij mundësinë që ta ulë automatin edhe piken vetë llambat. Si ndodh procesi i daljes shpirtit për shembull? Edhe ku shkon shpirti dhe si ndahet nga trupi edhe pse disa hoxh vdesin më me vështirësi, kanë probleme me shpirtin, disa kanë më të lehtë. Pse ndodh kështu? Pse është njëri mirë, pse është njëri keq, apo cila është procedura? Ti ke bërë shumë pyetje në një pyetje. Po, domethënë jemi të dalja shpirtit. Edhe të marrja shpirtit. Okej. Atëherë në radhë parë shpirti është prej sekreteve të Zotit. Po. Ndër profecitë e profetit Muhammed në librat e mëparshëm ka qenë që nëse e pyesin për shpirtin thotë zdigja. Për këtë arsye, as pejgamberi s'ka ditë për shpirtin. Pejgamberi s'ka ditë. Vin disa hebrejt me Medinës jetonin një fqin profetit alayhis salam. Thonë Muhammed kemi disa pyetje, po një e kemi më specifike. Tha po. Tha na trego pak ta si është shpirti. Normalisht profeti nuk mund të fliste pa marrë sinjal. I vjen ajeti kuranor. O Muhammed, po të pyesin për shpirtin, thuaj, shpirti është prej sekreteve të Zotit dhe nuk u është dhënë dija për të vetëm se shumë pak. Dhe profeti tha dëgjova, unë për shpirtin nuk di gjë. Thanë ata, okej. Tash jemi në rregull. Je në rregull. Shpirti normalisht është lënda e jetës, le të themi, është energjia e cila jep jetën njeriu, e aktivizon njeriu në kështu me radhë. Dhe ka një moment që normalisht, siç e thot Zoti në Kur'an, çdo gjallëz do ta shijojë vdekjen. Dhe vjen një moment që do të dalë shpirti nga trupi i njeriu. Dhe njerëzit në daljen e shpirtit janë dy kategori. Le të themi njerëzit e mirë, besimtarë që janë përkushtuar, janë munduar të jenë të pastër, të mirë. Shpirti i tyre del kollaj dhe lehtë, ndërsa njerëzve të këqij zakonisht në përgjithësi shpirti ju del me vuajtje dhe me vështirësi. Mirë po, në ndonjë rast mund të ndodhi që edhe njeriu i mirë të vuajë në dhënien e shpirtit. Po pse për shembull? Sepse ky njeri ndoshta te Zoti atje lart ka një shkallë që me punë të veta se ka arrit dot. Atëherë vuan edhe pak që të arrijë aty. Ja jep edhe pak kohë me vujtje që me pas më të madh shpërblimi. Domethënë që vujtja këtë botë është shpërblim atë botën ajna. Ndërsa ndodh ndonjëherë që njëri mund të jetë me vërtet i keq, ama vdes rehat për shembull, vdes në gjumë, vdes tak fak kur i thon. Thot pse? Sepse ky njeri ka pas akoma disa shpërblime për të marrë. Po ju ka ndalu. I ka mbaruar fati. Atëherë Zoti e jep vdekjen e lehtë që mos të mbesi më asnjë shpërblim për botën tjetër. A e përcakton Zoti edhe kohën kur kena me vdek? Është e përcaktuar. Është e përcaktuar. Thot profeti alayhis salam, në barkun e nënës, kur fëmia mbush 4 muaj, pra 120 ditë, vjen engjëlli dhe shkruan fatin e tij. Cili engjëll e sill shpirtin tek fëmiu në barkun e nënës? Është i njëjti që e merr në kohën kur vdes? Jo, është engjëll tjetër, që nuk dihet cili është ai engjëll. Nuk ka emër. Nuk ka emër. Po jo, nuk ka emër, nuk është ai që i merr shpirtrat. Okej. Edhe ai shkruan vdekjen, fatin, furnizimin dhe si do të jetë përfundimi i këtij njeriu për botën tjetër. Atëherë bjen që na njerëzit kanë njerë i thënë edhe disa rregulla të Zotit, për shembull nëse të ka përcaktuar kohën e vdekjes, momentin e vdekjes, pse ndodh vetvrasja dhe pse ndalohet vetvrasja? Është shkruar ajo. Edhe ajo është shkruar. Çish ka mundësi na me thirr rregullat e Zotit për shembull? Jo, edhe vetvrasja, ai ta ka shkruar që filani do të vdesë filan ditë, filan muaj, filan orë me vetvrasje. Pse ndalon vetvrasjen për atëherë? Nëse është shkruar për mendon. Pse ndalohet vetvrasja? Shumë gjë janë të shkruara, po nuk do të thotë që lejohen. Po. S'ka lidhje, është si dikush që tha, ora pse ndalon Zoti ta mishin e deri, po e krijoi vet, po e ka kriju për të sprovuar ty, po jo që ta hajsh. Po. Kështu që te kjo punë, pra Zoti e ka ndaluar sepse nuk jetë i dhurues i jetës. Jetën ka drejt ta marrë vetëm ai që e ka dhënë. Dhe ti nuk ke të drejtë. Nuk është kompetencë jote, ja. Është njësoj sikur thua, disi është puna, unë këtë këmbën time po jap dikujt. S'mund të japësh Zotin se nuk është, ose po ja shes veshkën dikujt. Nuk lejohet se nuk është pronë jote, ja. Ti mund të adhurosh dikujt veshkën, po e t'ja shesësh.
E qartë. Pra nuk është pronë jote, edhe shpirti nuk është pronë jote. Mundesh me bë pazar me to. Pastaj ka edhe një gjë tjetër. Nëse kjo gjë do të ishte lënë e pasqaruar, shumë njerëz për çdo hall do ja fushin vetes. Rruga më shpejt, më e lehtë. Rruga më shpejt. Atëherë ka thonë jo, stop. Kush e vret veten në këtë botë, me këtë gjë që ka vrarë veten do të dënohet në botën tjetër, pafundësisht. Cili njerëz i gjykon ose i dënon me peshën matron? Cilët janë njerëz krijesat e Zotit që bëjnë gabime edhe ato nuk e fal. Aty s'ka as gjykim, domethënë drejt jetë ajo rruga. Si është puna, nuk ka njeri pa gjuna dhe pa gabime. Kushdo që pretendon se është pa gabime dhe gjunaja fut kot. Është kota i mëdha. Kanë gabuar pejgamberi i Zotit. Okej. Ndërsa çdo gabim është i mundur të falet derisa njeriu nuk ka shkuar në mohimin e krijuesit. Në momentin që njeriu mohon krijuesin, ose në momentin që njeriu mohon, le të themi, fen dhe besimin, ose në momentin që njeriu bën akte idhujtarie, paganizma, besytni dhe vdes i papenduar, se dikush, unë për shembull kam qenë në kohët e verit nuk kam besuar, se nuk kam qenë i edukuar, po më vonë kam besuar. Pra, nëse njeriu e ka pas një problematik njoll, le të themi, paganizmi apo mosbesimi dhe më vonë pendohet, e ka kap amnistia. Ama nëse njeriu i vjen argumenti dhe fakti, ky është kushti, i sqarohet, është i qartë dhe vazhdon, thotë ja, mëse s'ka, pa i kësa janë muhabet e kotit, po kush e ka parë burr, kush është kthy për andej. Masi është sqaruar, atëherë ky njeri domethënë këtë lloj kategorie këta nuk kanë falje. Nuk kanë falje. Nuk kanë as negociat. Nuk kanë negociat, jo. Cili është fati njerëzve që nuk kanë dëgjuar për Zotin ose nuk dinë që ekziston një Zot ose ekziston një besim i caktuar. Çu gjykohen këta njerëz? Këta njerëz janë, siç e thot Zoti në Kur'an, nuk e dënoi thot askënd pa i ardhur argumenti dhe fakti i qartë. E qartë. Por dikush s'ka njëll ose ka një gabim. Ka hapte një ditë televizorin ai, ka pa aty gjake në emër të Islamit, çfarë çeka kjo? Për shembull, ky është i pafajshëm. Dhe është ndryshe kur unë ulem me dikë, sqaroj dilemat që ka, i dyshimet, edhe kthjellohet, thot, pritet valla se kjo është. Po pastaj thot jam, e kush mehet më punë. Për shembull, thot, atë ky njeri nuk ka arsyetim dhe nuk ka justifikim në botën tjetër. Ama nëse është dikush kështu siç thua ti, është i arsyetuar në botën tjetër, pa Zoti më e trajton me tolerancën e tij. Ky njeri kalon një provim në botën tjetër. Pra, do të jetë një kategori njerëzish e tillë që në botën tjetër ju vjen profeti dhe ju flet Zoti, bota tjetër, besojnë etj dhe në përgjithësi këta të gjithë e pasojnë profetin dhe fitojnë xhenetin. Ata komen në botën e përteme me njerëz dhe ai njohim njerëzit që kanë jetuar në botë. Absolutisht po. Jo vetëm botën tjetër, por edhe kur vdesim, shpirtrat tonë takohen me shpirtrat e njerëzve besimtar, familjes apo të tjerë, edhe pas vdekjes, po edhe ditën e Kiametit. Për këtë arsye ka quajtur Zoti ditën e Kiametit në Kur'an dita e takimit të madh. Aty takohen gjithë. Absolutisht që po. Absolutisht që po. Besimtarët amnestohen dhe nuk e përjetojnë. Po. Po do të ketë dhe për besimtarëve që do të meritojnë dënim. Sa zgjat koha e gjykimit, nëse jemi te vdekja të shpirtit e këto gjëra. Sa zgjat gjykimi? Dita e gjykimit në Kur'an thuhet 50,000 sene, 50,000 vjet. 50,000 vjet. 50,000 vjet. Dita e gjykimit. Por besimtari profeti alayhis salam thot, dita e gjykimit për një besimtar do të zgjasë sa një namaz farz në jetën e kësaj bote. Pasi më thon do të jetë relative. Shpirti nëse ka qenë njëri i mirë, e përjeton shkurt. E përjeton shkurt. Kjo ideja. Po. Pra besimtarët do të jetë relative. I keqi problematiku do ta përjetojë më gjatë, ndërsa besimtarët do ta përjetojnë më shkurt. Ama vetëm një gjë duhet të kemi parasysh se ringjallja do të jetë me trup edhe me shpirt. Pra nuk është çështje shpirtërore. Domethënë edhe trupi ka mund gjallë. Po, edhe trupi. Me këtë trup që e kem. Jo, domethënë performanca dhe standardi do të jetë ndryshe. Ndryshe. Po, thot profeti alayhis salam në gjatësinë e Ademit. Ademi alayhis salam ka qenë 20 e sa metra i gjatë. Shumë i madh. As do të jenë njerëzit në atë botë, ata që janë në parajs, në xhenet. Po, për këta po flasim. Me të tjerë çka ndodh? Ata azgjesohen. Jo, nuk ka azgjesim. Nuk ka, ata përjetojnë aty. Ata përjetojnë dënimin pafundësisht. Të përjetshëm andaj atje. Jo besimtarët, mohuesit, ateistët, agnostikët, gjithë, po. Domethënë nëse gjykimi zgjat 50 vjet, atëherë 50,000 vjet është vetëm puna e gjykimit, seanca gjyqësore. 50,000 vjet, nëse zgjat 50,000 vjet vetëm seanca e
Sepse do dalin gjithë me dhënë llogari, edhe njerëzit edhe xhindët. Po, pse duhet më kona që gjatë 50.000 vjet për një gjykim? Sepse çdo njeri do të ketë kohën e tij. Gjyqi Nëse na kemi jetu 50, 70, 80 vjet, si ka mundësi me qenë 50.000 vjet gjykimi për shembull? sepse bota tjetër është infinit, Pafund. është pafund, nuk ka limit fundi, është infinit. Kështu që ky 50.000 vjet përballë infinitit është një presje. E vogël. S'është asgjë. Domethënë dita atje shkon mund të jetë ma shpejt, ma e ndryshe për neve. Në parajs thuhet që ka shpërblime. S'ka dyshim, po. Ka shpërblime. Po. Sipas shkallës dhe gradës që ka njeriu, dikush shpërblehet më shumë, dikush më pak, dikush shumë më shumë. Domethënë nuk prapë s'ka me qenë të barabartë, as atje. Po nuk mund të jemi të barabartë, se edhe këtu në këtë botë nuk jemi të barabartë. E kjo. Pra, për shembull le të themi, nuk mund ka sot njëri i edukuar, i sjellshëm, që është fal, që ka agjëruar, ka qenë korrekt në familje, me një njeri i cili, okay, ka fal namaz, po s'ka lënë të keqe pa të bërë. Nuk mund të jenë njësoj, si mund të jenë njësoj. Kush ka drejt a ka negociata në atë botë për shembull? A ka lutje, a kryen punë lutje dhe kush ka drejt me bë lutjen? Po, profeti dhe profetët kanë të drejtë të negociojnë, pra të lutën Zotit dhe të ndërmjetësojnë për mëkatarët, për gjinoafqarët e kështu me radhë. Me lejen e Zotit normalisht. Pra Zoti inspiron atij që të ndërmjetësojë dhe ndërmjetëson. Që i bjen kjo Po kështu edhe besimtarët mund ndërmjetësojnë për njëri tjetrin. nuk ndërmjetësojnë. Mund. A mund ndërmjetësojnë? Ka një fjalë shumë bukur profetike që thotë do të vinë një moment thotë që besimtarët në xhenet, në parajs do i thonë Zotit, o Zot, duam një takim Me Zotin. Zotit. Dhe Zoti thotë po. Thotë, cila është kërkesa juaj? Thonë, o Zot, po ne kemi pas disa shok në atë botë që faleshin me ne, agjëronin me ne, po s'po i gjejmë në xhenet. Ju thotë Zoti, ata do të vinë në xhenet, po vuajnë sa gabime që po pastrohen. Thot profeti, paqja e Zotit qoftë mbi të, dhe nuk ndalen besimtarët së kërkuari i Zotit derisa t'ju thot, shkoni dhe merrni nga xhenemi, nxirrni. Thonë o Zot, po si t'i njohim se janë ndjekur? Thot Zoti, jo, kanë shenjat e tyre të sejdës, që kemi rënë sejdë, pra që jemi fal Zotit, nuk i ka prekur zjarri i xhenemit vendet e sejdës dhe i marrin vëllezërit e tyre dhe i sjellin në xhenet. Domethënë ka mundësi që edhe me nxjerr prej xhenemit me qu në xhenet. Nëse lutja është e mirë, nëse pranohet, ka mundësi me nxjerr. Shpirti, domethënë kur del pi trupit ton, nuk shkon te një trup tjetër. Ka pas domethënë kështu debate që del nga unë shkon te ai ose ka shpirt abiniak që mund të ngjaj, mund të jetë. Mos e therr delin se mund të jetë shpirti dikujt aty. Ose mos e kput lulën se mund të jetë shpirti dikujt. Jo, ne muslimanë nuk e besojmë rimishërimin. Që quhet rimishërim, është besim hindus, domethënë e kanë hindusët këtë lloj besimi, që kur njëri vdes shpirti i tij shkon diku tjetër. Ndërsa në Islam jo, shpirti i njeriu domethënë ruhet në vendin e shpirtrave që është në xhenet, domethënë para hyrjes në xhenet është një vend quhet ballkoni i xhenetit. Në ballkonin e xhenetit rrin shpirtat e besimtarëve, edhe shpirtat e jo besimtarëve e njëjta gjë domethënë. Në paradhomën e xhenemit. Ku na rrin shpirti neve kur jemi në gjumë, se thuhet se shpirti kur jemi në gjumë del nga trupi dhe rrin në pozicion del tërësisht. Pjesërisht del, po. Thot Zoti në Kur'an, që shpirti i njeriu del kur është në gjumë, pjesërisht. Ku rrin? A ka ndonjë shëtit në botën e qiejve. Edhe këtu është ajo që shkaktohen ëndrat e mira ose ëndrat e këqija, ëndrat e frikshme ose ëndrat pozitive. Pse na vijnë ëndrat hoxh? Ëndrat janë tre llojesh. Ëndra sinjale nga Zoti. E ke parasysh sikur thot Zoti, ore bëje këtë ose largohu prej kësaj. Kujdes me këtë. Kujdes këtu. Dhe ka ëndra që shejtani shfrytëzon. Edhe në ëndër vjen ai. Absolutisht. Ai nuk ka pushim në fjalë, është pa pushime. E përmendëm më herët delën. Dhe ka ëndra të cilat janë përjetimi i përditshmërisë. I ezi me dikë ose të ka rrafti e rreth në ëndër për shembull. E përmendëm më herët delën, ai nënshtrohen kafshët, shpendet, shpezët, krijesa të tjera që janë me miliarda, ai nënshtrohen në procedurën e gjykimit. Jo, normalisht që kafshët nuk kanë përveç sepse nuk e kanë vetdije. Po, nuk kanë vetdije. Përveç se thot, para se të fillojë gjyqi i njerëzve, Zoti u paraqet njerëzve një skemë. Cila është skema? Edhe bëre mirë që ma preke këtë. Thot, kafshët që kanë goditur kafshët e tjera në këtë botë, kafshët e goditura i marrin hakun në atë botë. Në atë botë. Pse e bën Zoti këtë?
për t'u treguar njerëzve dy gjëra. E para që drejtësia këtu është absolute, madje edhe kafshët po lajnë hesapet me njëra tjetrën. Dhe e dyta për treguar se haku i njeriu s'ta fal Zotin. Do të thonë hakun e njeriu në tokë. Hakun e njeriu Pa ta bo halal të bën peng. absolutisht që po. Do të thonë do të marrë si më thon punët e tua të mira do t'i marrë tjetri që i ke hyrë hap, e nëse ti nuk ke punë të mira do t'i marrësh atij gjunahet. Pse hoxh njerëzit bojnë keq ku për shembull është krijesë për sosën të Zotit. Një krijesë që Pse njerëzit bëjnë Zoti e don kaq shumë, herë më shumë si angjujt, që i shërbejnë pafundësisht. Pse bojnë kaq shumë mëkate, sepse secili bën gabime. Po mëkate të thella pse bëhen këto për njeriu? Njeriu në natyrën e tij është i dhënë mbas asaj që është e përkohshme, e momentit, kënaqësisë, pasionit. Njeriu ka zilin, njeriu ka smirën, po edhe djalli bën punën e pa janë shumë faktorë që ndikojnë tek njeriu që ai, domethënë mos jetë ai i miri që ka krijuar Zoti. Ti për shembull po vret vllai vllan, kur merr vesh arsyen çmendesh për një gardh, për shembull, ose po e vret fëmijën e vet apo po vret baba, fëmia prindin e vet. Arsyeja pse si ka thënë lek se do të shkonte të lunë të bixhoz për shembull. Domethënë njeriu është krijesë e dobët faktikisht, po ka dhe në natyrën e tij ka disa le të themi vese të fshehura. Për këtë arsye vjen feja, besimi dhe edukimi që njeriu të mbizotërojë mbi to. Pa mos ta marrin peng veset, po të jetë ky ai i cili komandon veten e tij. Sepse edhe njëri pa pasione, pa dëshira është kot, po edhe njëri i cili, si më thon, ndjek pasionet dhe dëshirat në çdo detaj pas një lloj limiti, edhe ky është kot. Atëherë më e mira kush është? Njeriu të ketë dëshira dhe pasionet, por të di si ti kanalizoj. Dhe nuk ardhi Islami për ta lënë njeriu pa dëshira dhe pa pasione, por dëshira dhe pasionet ti kanalizoj tek e mira, tek produktivja, tek mos me abuzu, thjesht me dëshira dhe me ambicie dhe me ego dhe me gjona kështu. Me i vën kufi vetes kur i tha. A ka xhenet hoxh pa namaz, pa xhirim, pa shtyllat kryesore që i ka Islami? Shif, thjesht puna. Zoti thot në Kur'an, xheneti është haram për jo besimtarët, për idhujtarët, për paganët e kështu me radhë. Nësa besimtari, për shembull s'ka fal namaz, një ditë inshallah do të përfundojnë në xhenet. S'ka bërë Ramazanin, një ditë inshallah do të përfundojnë në xhenet. Sepse nuk e ka mohuar fare, nuk i ka rënë hasha. Se ka prej domethënë, ka ndok, këtu pa namaz nuk vjen këtu. E ka lënë një fije mes tij dhe Zotit. Do të jap një hadith shumë interesant. Thot kur bëhet gjyqi, vjen një njeri, thot Zoti me lajkeve. Thot engjëj, sillni veprat e këtij. Thonë o Zot s'ka bërë asgjë ky. Ky s'ka bërë asgjë. Mirë thot Zoti, sillni këqijat e tij, si më thon, i mbushet plot ajo. Dhe ky njeriu tani kur shef skemën, bëhet gati, çon durët nga mrapa. Edhe kthen shpinën, se e kuptoi që është për majtas. Të zjarri. Për zjarr. I tha Zoti prit, se ka bërë ky tha një gjë të mirë, tha, se kemi vënë ke krau tjetër i peshores. Tha ky, o Zot, po çfarë do të bëj, çfarë do që të kem bërë unë, e pas kem nxjerrë tema tanë. Tha profeti alayhis salam, një cop letre e shkruar në të la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Bie nga lart, thotë, ke parasysh to rrotullu, derisa bie thot në pjatancën e peshores. Kur bie thot, rëndon aq shumë saqë të gjitha gjunat e tij fluturuan. I kaloi. Kështu që i tha Musa alayhis salam, i tha Zotit, o Zot, tha, më mëso diçka që ta them unë, mos ta thot njëri tjetër. Ta kem, si më thon, tha Zoti, tha thuj la ilaha illallah. Tha o Zot, po të gjithë thonë këtë, tani unë desha diçka më speciale. Tha o Musa, sikur 7 palë qiej, tha, dhe 7 palë toka të vendosen në një anë peshores, fjala la ilaha illallah ngren. Kështu që dua të them që mëshira e Zotit nuk ka kufi. Pra sido që ne të mundohemi ta imagjinojmë, nuk ka kufi. Po kjo nuk do të thotë që të mbështetemi këtu, ha? Sepse ka njerëz që do të shkojnë në zjarr edhe pse kanë fal namaz. Edhe pse kanë agjëruar, se kanë hyrë në hak, kanë mashtruar, kanë vjedh, kanë vrarë. Pra nuk është se amnesti gjithçka nëse bën namaz dhe agjeron. Absolutisht. Pra le të themi ndoshta këto mëkate që ka bërë ky tipi këtu, mund të jenë mëkate mes tij dhe Zotit. A më shumë duhet t'i friksohemi, ata dojmë krijuesin. Më shumë duhet ta dojmë, më shumë duhet ta shpresojmë, po edhe duhet t'i friksohemi. E ke parasysh shpëtim semaforat në qytet. Jo të gjithë i përmbahen semaforave se janë të kulturuar dhe të edukuar, apo jo?
Ka njerëz që i përmbahen semaforin se ka frikë të gjobës. Po. Pa duhet të jetë edhe gjoba. Nuk mund ta lësh çdo gjë në karakterin. Se i mirë, na fal. Nëse s'kish ekzistu frika, kishte më ekzistu feja. Absolutisht që po. Absolutisht që po, nuk ka lidhje të Ndoshta në një domosdoshme. formë pak Nuk më ka ndryshe. lidhje të domosdoshme, jo. Pastaj kur themi frikë, nuk nënkupton fobi. Frikë do të thotë që, kujdes. A e kanë këtu një përgjithësi bukur të madhe dhe interpretues, këtë rast hoxhallarët që S'ka dyshim. e bin kanë një formë pak më të prekshme, pak më të vrasht, pak më të vështirë mu përmbajt, se mandej kur e shohin të vështirë dhe mund edhe me lon, sepse Unë do t'jap një parim që profeti ju ala emisarëve të tij kur i çonte për të ftuar njerëzit në Islam. Tekstualisht thoshte: "Beshira wala tunfira, yassira wala tu'assira." Përgëzoni, mos qortoni, lehtësoni, mos vështirësoni. gjeni të mirat, jo të metat. Ky ishte ai që po e dërgonte profeti alayhis salam. Kjo nuk do të thotë që mos i tregojmë ligjet si janë, po edhe mënyra se si e thua ka të bëjë. Sigurisht. Pse Zoti nuk e bëri haram, le të themi alkoolin qysh vitin e parë, po e bëri alkoolin haram mas 17 vitesh. Masi po, çka po ndodh me alkool? Jo, nuk është problemi aty. Problemi është që njerëzit duhet mësohen, apo njerëzit duhet edukohen, njerëzit duhet kuptojnë. Nuk është puna direkt bëj mos e bëj. Njerëzit duhet ta dashurojnë njerëz si fillim. Duhet të bindën njerëz si fillim, pastaj vijnë gjërat gradualisht. Pra Ahmedi që është këtu sot nuk është këtu Ahmedi 90-s kur janë fut për herë të parë në xhami. Sigurisht është transformuar, është. Normalisht njeriu ecën, zhvillohet dal nga dal, domethënë. Nëna e besimtarëve ka një fjalë shumë bukur. Thotë sikur Zoti qysh fillim kishte thënë, lemi pra hiqni dorë nga immoraliteti, hiqni dorë nga bixhozi, hiqni dorë nga alkooli, asnjë njeri nuk do të ishte futur në Islam. Po çfarë tha Zoti në fillim fare? Besoni Zotin, mrekullitë e Zotit, mrekullitë e Kuranit, bota tjetër, ju ushqeu me besim, pastaj shumë e lehtë, pastaj kur njeriu ka besimin, kur njeriu ka pjekurinë, e ka shumë të lejë atë që duhet lënë, apo të bëjë atë që duhet bërë. E kjo është. E them më herët që janë transmetuar gjithçka te vula e fundit e profetëve, profeti Muhammed. Mandej Kurani, për shembull, pejgamberi thotë që duhet ta doj më shumë nonën. Bilet 3 herë nonën, mandej babën, prind. Pse nuk është përmend asnjëherë nona pejgamberit në Kur'an? Ose a është përmend ose si e shpjegon feja mos futin në nonës në një ajet ose Po, ai ka dhënë mësimet se janë shumë gjëra pa përmendura në Kur'an. Po, nona që është ndër personi më i shajt e muslimanëve. Po, ai përmendi prindin. Po. Ai përmendi prindin dhe rëndësinë që duhet të ketë prindi. Po. Dhe me këtë, domethënë e ka mbyllur këtë pjesë. Ndërkohë që domethënë thash pra janë shumë detaje. Pse nuk janë përmendur fëmijët? A ka gjë më të shtrenjtë për njeriu në këtë botë se sa fëmia i tij për shembull? Nona. Okej, po nuk është përmend as fëmia për shembull. Okej. Është përmend gruaja, motra. Po. Pra është përmend ajo që duhej kuruar si problematikë. Domethënë problematika ka qenë në atë kohë të themi vrasja e vajzave. Po. Ose siç themi ne sot abortimi. Problematika në atë kohë ka qenë bixhozi, problematika në atë kohë ka qenë këto shtizat e fallit ose shigjetat e fallit. Pra janë kuruar problematikat, ndërkohë që gjërat e tjera janë thënë përgjithshme dhe janë mirë kuptuar ose nën kuptuar. Pas ka ekzistuar falli edhe në kohën e pejgamberit, domethënë magjit, nëse jemi të folë për këtë lloj. Jo, kisha përqendrim ato sistemin e horoskopit sot për shembull. Këto lojrat e fatit të gjonat kanë në kohë të mëhershme. Po, kanë ekzistuar, po. Edhe këto horoskopat e këto fati këtu besimet. Për këtë arsye kanë ndalesë. Kanë ndalesë. Po sepse është ndërhyrje në kompetencat e Zotit. Si mund ta dish ti të ardhmen, si mund ta dish ti si do të jetë fati X apo Y, atë din vetëm Zoti, s'mund ta zbulojë askush. As profet se kanë ditë domethënë fatin e vet. Absolutisht. Sikur unë ta dija të fshehtën, i thot Zoti Muhamedit, thuaj, nëse unë do ta dija të fshehtën, do t'i kisha bërë mirë vetes time. Domethënë deri në atë shkallë ka qenë i pavetdijshëm për fatin e tij. I përmend këtu fallet, këtu i përmend pak magjit. Kanë ekzistuar në kohën e vjetër domethënë magjit. Absolutisht po. Çit njerëz bojnë magji hoxh. Edhe pse nuk ndalen magjit, pse nuk ndalet pse lejohet me ndodh.
Ajo pse lejohet është sprov, puna e sprovës. Po. Pra njerëzit janë të sprovuar me disa gjëra që ndodhin, po s'duhet i bëjnë. Për këtë arsye quhet dhe sprov. Ajo rrima po prek, mandej Mbaroj historia. shkove. Ndërsa fatkeqësisht, le themi në shumë popull, se ne mendojmë që në Perëndim nuk ka magjira. A ka magji tek popuj tjerë, a Absolutisht. vetëm te musliman ndodhen? Tek gjithë popujt ka. Po ata si shërojnë? Ne kemi një rrugë që lexon Kur'an, lexon. Eksorcizmi, siç bëjmë ne hoxhallarët themi eksorcizëm, rukje, bëjnë edhe priftërinë, bëjnë Po. edhe pastorët nëpërmjet Biblës. Po. Bëjnë edhe ata, do të thonë eksorcizmi siç e bëjmë ne muslimanët, bëjnë ata. Pra ka orientim, domethënë se si duhen shëruar. Po. Kështu që arsyeja do të them unë mendoj që është krahasueshmëria. Unë mendoj që tre smundje kemi shumë të forta ne si njerëz. Po. Besytnit, Po. problemet le të themi e mos edukimit mirë të jetës familjare, Po. dhe problemi i tretë që ne kemi është krahasueshmëria. Pra ne nuk rrimë rahat nëse komshiu është në rregull. Po. Nëse kushëriri po ecën mirë, na ndizet diçka brenda, kemi ziri, kemi që smundja e krahasueshmërisë, domethënë po i çon njerëzit në humner të madhe. Dhe kjo është një nga arsyet. E pyes një herë një profesor, është një nga më të mirët ndoshta në botë, ka vizituar Anglinë, Amerikën, Francën, jep leksione vetëm për magjinë dhe kurimin nga magjia. Edhe i bëj një herë një pyetje se e kam profesorin tim domethënë. I thash çfarë ka bërë përshtypje në Shqipëri. Se ishte vizitor në Shqipëri, para ca kohësh. Ai qeshi kështu tha, a di çfarë ka bërë përshtypje tha? Tha, ku s'kam qenë në botë, tha. Magjia bëhet për një arsye. Ka një arsye, është ndar, i ka marrë pasurinë, ka një arsye. Këtu në Shqipëri ta bëshin magjin pa arsye. Pa arsye. A pa arsye? Pa arsye. Për pikë qeve thojmë na. Për pikë qeve, çohet njëri në pikë mjesit dhe gjen derën e lagur, gjen sheqer, ke dera ose krip ose ku dëgjon. Pa arsye se okay, për shembull, i ka bërë keq dikujt dhe dikush po hakmerret. Po pse i ka martu të gjithë kalamajt ky për shembull? Pse i ka gjithë fëmijët në punë ky? Si më ka mundësi që dim kaq shumë me bë magjina, si ku i morëm të mësime. Është e frekshme ku merren mësimet me bë magji, ku që është kursi që ndjekën njerëzit. Shejtani punon shumë. Po. Edhe Zot na ruaj domethënë, në momentin që personi që bën magji i futet kësaj rruge, ka vetëm një pakt me djallin. Të mohoj Zotin. Domethënë rregulli i parë i atij që bën magji do të më hu Zotin. Mohu Zotin. Edhe pastaj me morë mësime. Bravo, pastaj i vihen shërbim vet ata. I vihen shërbim, i sjellin informacionet, i sjellin lajmet, çdo gjë. Shkon ti për shembull tek ai personi që ti po shkon të bësh fat apo të bësh diçka. Ai aty është. S'ke nevojë të flasësh, thotë, ti shpëtim sot ke ardhur për këtë punë, se të ka ndodhur kjo, s'ke nevojë me fol fare ti. Po, se është informuar ai. Ka ata aty. A ka ai krijes që e shet djallin? Ai krijes në tokë. Dy janë krijesat që shohin, engjëjt edhe djajt. Gjeli, krijes me shpirt nuk ka domethënë. Krijes që ka shpirt, ta them unë, gjelat i shohin me lajket. Gjelat. Ndërsa qend dhe gomerët shohin shejtanët. Domethënë qeni edhe gomari i shen. E ndjen, po. Ndërsa gjeli ndjen me lajket. Kështu thot profeti alayhis salam dhe ne e besojmë atë që ka thënë. Po moca? Nuk ka. Thuhet që moca i shen në valët e jo, macja është e pastër, mund ta marrësh në shtëpi gjithçka, okay, po. Nuk ka hadith, domethënë. Nuk e ka këtë pjesë që mundet me po. Mirë. Po çka duhet me bëna në këtë Ramazan që të jena më të fuqishëm, domethënë ta kena më të madh përfitimin e sevapit. Po. Atëherë t'i japim hakun në Ramazanit. Po. Si t'i japim hakun në Ramazanit, domethënë gjatë agjërimit jemi shumë të kujdesshëm. Jemi të kujdesshëm me namazin, jemi të kujdesshëm me gojën kur flasim, kemi kujdesshëm në mënyrën se si e fitojmë lekun, në mënyrën se si e shpenzojmë lekun, pra sepse qëllimi ky është, pra ne të kalojmë një muaj i cili neve na edukon, i cili neve na forcon, i cili na bën më të ndërgjegjshëm, i cili na bën më reflektues. Pra agjërimin ton mos ta kthejmë një agjërim thjesht që nuk po hajmë edhe nuk po pim, po një agjërim i cili mbushet me namaz, i cili mbushet me përmendjen e Zotit, i cili mbushet duke dhënë sadaka, i cili mbushet me shtrim iftari, i cili mbushet duke u interesuar për fukaret, për jetimet, për të varfrit. Pra, mos të bëjmë një agjërim bosh, po të bëjmë një agjërim të mbushur. Nëse e bëjmë agjërimin e mbushur, kjo është gjëja më e mirë që ne bëjmë për Zotin tonë. Po, çka duhet me bë këta që nuk agjërojnë në Ramazan që me fitu ka pak sevap? Njerëzit që nuk ka rrugë tjetër.
Po, njerëzit që nuk agjerojnë në Ramazan në dy kategori, që nuk agjerojnë në Ramazan se s'kan mundësi. E ke parasysh i smur, e ku dëgjon. Dhe njerëzit që nuk agjerojnë se nuk duan ta agjerojnë. Këta që nuk duan ta agjerojnë nuk mund ta zëvendësojnë dhe nuk mund ta mbushin me gjë tjetër. E qartë. Ndërsa dikush që ka probleme shëndetësore, ka probleme ku e diun pra nuk mund ta agjerojë, atëherë ky mund ta mbushë në forma tjera, me namazin, me përmendjen e Zotit, duke ushqyer të varfrit për çdo ditë që nuk agjeron dot. E kështu me radhë. Pra ka metodë kombesimi. Çka ndodh me këta hoxh që agjerojnë për shkak ndrojnë gjumin. Do të thotë agjeron flan ditën, quhet haliftar dhe rrin natën deri në syfyr, mandej a pranohet sepse është pranohet, po ky quhet që ka bërë detyrën vetëm. Po. Pra detyrën e ka bërë, i shkruhet, okay. Nuk është domethënë i plotësuar, nuk është sepse po rrin gjumë. Nuk është ky qëllimi i agjerimit është që ti me agjerim të dalësh në punë, ti me agjerim të shkosh në shkollë. Njerëzit pak mashtrues hoqë tentojmë edhe Zotin me rrejt ka pak, thonë që jemi të agjeru, po jemi në nxënën e gjumit, domethënë kështu. A jemi ka pak kështu ndaj katar dhe na? Mendoj që është më shumë përtacia dhe mos kuptimi mirë se sa lojë, se vetëm atij nuk i bëhet lojë. Po na tentojmë sigurisht, edhe kur bëjmë disa gabime e dim që hajtë se ai na i fal, i bëm dhe gabimet vogla, kështu kanë herët me vetdije. Ai ka për na i fal inshallah, prapë se prapë. Inshallah, po kur i bëjmë kështu me larga ka pak kam frikë se kanë herë mundet edhe mos më na fal, po lutemi që më na i fal. Inshallah. Lutemi që më na i fal. A ka dhe kështu muslimanë hoxh që për shembull agjeroni fal pas vaktit kështu, po baba nonën ishte një herë 5 vjet ose nuk kujdeset për ta. Ç'di është ku kanë vënë ta? Jo, mund të ketë njerëz të tillë faktikisht. Mund të ketë, po faktikisht ky njeri nuk e ka kuptuar fen. Se ka kuptuar fen. Ja, sepse në Kur'an mbas Zotit direkt është prindi. Mbas Zotit direkt prindi. Pra nuk, domethënë është e pa imagjinueshme që ti një që falet dhe që lutet dhe ka raporte të këqija me prindin. Është e pa mund të ketë dhe ka, unë di se mua më vin pyetjet javë për javë. Ka njerëz të tillë. Por se këta njerëz kanë një problem shumë të madh, nuk kanë kuptuar fen, nuk kanë kuptuar besimin. Se ka kuptuar. Ndodhi kur, është e pa imagjinueshme domethënë. Profeti alayhis salam tha, prindi është dera mund në mes të dyerve të xhenetit. E ke pasur janë 8 dyert të xhenetit, mund në mes dhe më e madhja është dera e prindit. Pra është e pamundur thotë një hadith tjetër që njëri të kënaqë prindin në këtë botë e të shkojnë në zjarr xhenem, s'ndodh kurrë. Që të kënaqë prindin, të respektoj prindin e të shkojnë në zjarr, nuk ndodh. Në botën tjetër që një shkojnë në zjarr xhenem. Kjo s'do të thotë që s'ka rëndësi namazi, se me namazin nuk vihet asgjë. Kjo s'do të thotë që s'ka rëndësi agjerimi, se me agjerimi s'vjet asgjë. Po kjo do të thotë sa rëndësi të madhe ka respekti, mirësjellja, kënaqësia e prindit. A jemi na si shoqëri? Kënaqësia e Zotit është një më që të më preva. Kënaqësia e Zotit është e fshehur në kënaqësinë e prindit. Tha njëri, që i bjen qoftë se ti do me ditë që ti punë me Zotin, si ke raport me prindin. Shikoj raportin. Po profeti i Zotit i tha, e kam shkruar emrin për luftë. E ke pasur luftë ku ka më mirë se më pas një ushtar në luftë. Po. Tha po prindërit, tha i lash duke qarë se nuk dojshin që unë të shkoja në luftë. Tha profeti, ktheu tek prindrit e tu, se aty është lufta jote e vërtetë. Me këtë fjalë për prind hoxhën ma shumë nuk kam çka me shtu për sonte. Unë e kisha shku me pak marketing edhe me u kthy me pjesën e fundit sonte bashkë me hoxhën Ahmet Kalaja. Unë e kalova mirë hoxh, po shpresoj që ke kalu mirë edhe ti sonte. Besoj që edhe publiku jon gjithmonë kur jam me ty kënaqesh. Edhe unë gjithashtu. Besoj që edhe publiku jon ka pas çka më ndëgju sonte një teolog të mirë, modern, i pa dhënë shumë kështu në kuptimin e fjalëve dhe i pa imponuar në kuptimin e rregullave. Unë mendoj që hoxhallarët tonë kemi shumë të mirë hoxhallar, po njëri prej modeleve më të mira është sonte me neve, se është i buzëqeshur edhe ai është kështu gjithmonë është në trend me humorin edhe është ka me humorin edhe me rregullat e jetës, sepse çdo gjë që është e thjeshtë është e mirë. Ashtu është. Marketing kthejmë në pjesën e fundit për këtë emision sonte, mandej pak shyfer edhe pak gjum. Agjerim pranuar pastaj. Patjetër inshallah. Faleminderit shumë. Faleminderit. Marketing. Jemi kthyer në pjesën e fundit për sonte bashkë me hoxhën Ahmet Kalaja për me përmbyll gotën e këtë emision dhe me shku me hangër si fyr kismet Zotit. Po Ju përbora, hajde më drini, emisionin bas, oj zoj. Fal.
Vedi. Vedi. Po bac. O le që atë batë se pretën rënd. Hajde bac. Ja dy vija e mira, shka pa bana ke munda. Hajde bac. Alloj, bërë mirë, je pa shratën televizor. Hajde bac. Hajde, vija e mirë. Mujte. Po jena në emision bre bac. Po bac. Në emision? Në emision jena me Hoxhën. Po, këta, hajde, u Ajo gjumë. më stanë zërë. Hajde, atë në të bërë, shë në këndove dhe ta. Hajde, uli. Bashkin ja? Bashkë, jo, në ju, jam Vaj, bashkë, zoj. më, dikush janë da. Nuk po... Vishe gjamteri. Nuk po kuptoj pse me veshën. A është ke Hoxhën, ke shqyrë. Shka me vesh? A mi le. O nej parja. A i mjësi, kjo bashkëshot janë. Respekt. Fali po jena bre në emision ashta. Ani E edhe di na- jetoni këtu nga edhe po. Po e kena shkruan 100 herën si ka lexuar mesazhat. A keni komuniku? Hajni jo për Hoxhën. O rrehe pas rrehe. Po se kjo gruja jam ka nevoj pak për Hoxhën, a bëdin? Po. Ka nevoj edhe për shumë të në tjera, po... Respektën baba Hoxhën dhe që tash këse... Gom nëse os mund të mirë të mirë më shumë se... Kemi hall, ja hall kem. O vëlloj, bre, Nuk Hoxhë jena po halë, smu. s'kem, po të kalëzoj drejt, po... Me pas mi hi kur stopt, po s'po koko, Po është... që ato që s'kon, një në orë të tese me... Stupi s'ban, nuk ban. Banë stupë. Ja. Ska Sa banë, kanë thonë bles për stups, u dalë pe ku i ka dalë stups. Do të për gjeni, të ka dhëma alloj, po tash. si dalos... Nga me bo që ti ligjet. Po nuk ka kësht vjen stops që shtash, për që ato ju mardhen. Zoj, fal, a ban me kuptu çfarë halli keni? Hallin e kam me vetën Hoxhën, është haram Hoxh, në këtë mush me lanën. Mi a këthyë në shpinën pak. Jo, më mjak se Ja, shpinën se vapësh. stafrullah, nuk ban me këtë shpinë. Zba. Po është po thu, që s'ba mjak se shpinën buri da? Shqyqy ta ka thonë Zotit, ta maj shfart biles. Që? Ta shtërngoj shfart biles. Po jo gjatë agjerimit. Mas iftarit. Mas iftarit. Mas iftarit. Deri në sufyr ban. Te baba Des- Hoxh kë, ndash para iftarit, ndash mas iftarit kë, Lekshta. ja, që ditën han, pen, rall. Mos shko. Ja, bre, ja, mos- s'ki nevoj, e din Hoxhë ato, nuk i nevoj e ne. Po thu s'pa ti plotson, E a kushtet ta? lunë sëne, të e pas gjithë këtë sëne PlayStation në shpe, në Po kraja, veç të kam prish gjëstikat. jo të kam prish ty gjëstikat, one, adin po thamë, Jo baba Hoxh, PlayStation, ta ka thonë Zoti PlayStation, ipi hakun PlayStation. Po Hoxhë, Nuk po... Ka më mirë se PlayStation halal. A me PlayStation 2 tash ka dalë 6 Hoxhë. Ah, Ka dalë gjithë shka, tash po Jo, mund... nuk ka si malli original. Rike originali. Dhe i 6 në 7. Po ti nga ditë, të vish ngua që tash shka ka ditë, që shka Hallin e ditë? kam, Që? po Veç nguhe? duhet me vetën, baba Hoxhën. Ashtë haramën me him Big Brother. Qysh moj me him Big Brother, a peni në Hoxhë më, a i mërën men 24 orë të ulatën njerëzit në banjë, mi poti me ho, gruja filonit. A u përni me Hoxhë, haram u latë sulak bre? Për këto lloj gjonash duhet me ngju burrin. Që? Stupna. Ta burrin mos. Pse haramën mu latë sullak, pse qish mu lanë me tisha? Jo, me Se tesha. Aty ka drejt, s'la robi me tesha. pra, Aty ka drejt, aty ku Ju ka ka hallin drejt, e ka drejt. kamerave Hoxhë po më duket aty. Apo Po tham po që aty dhe mu, Ja, me une ma shumë hallin e kam që tash Ramazan e du të me im Big Brother me rejt. Se për sullak. tani po thu haram me rajtë, këtu tjera të halal. Po kam qef, mu konë ma e lirë, a bëden libera. Libera? Po me dalë, me Që shëti. ngua. Me shku në Amerikë, në Dubai. Në Dubai ngua. A që bre ho, që qëfar burë jam? Para me ndo, e ku morë, po du Dubai, thash që bre, ta bi Dubai, në salën ta bi. E ku morë, ju vesh si shekë, kjo, pak. E te kum gjita të sëfrat bezin, kështu, që shumë rika, i ta si se hoqë, me po, farë sheki. I mora dhe një 4-5 femna, se po ka, adin, edhe e lujtu ma këtu e valzime, kejte me shku Po me... çokoladë Dubai kishe? A? S'ke pas çokoladë Dubai. Jo, po. çokolada S'ka Dubai, fare. jo, që atë si pata. Ama desha atë shamponin, thash, po, kër e mron me në që zban, e lash. Edhe krejt bëja kompletsu këtë kushtet, po, bëti hava. Se vërtetën, mas pari ato qashofin se ki pas që i kave. Se trapezin e ku pas që i hojnë Ajo apok. që i zi tem, kur gjahet, edhe ato femna që bëdot këshërina tua. Kur gjaz muzika arabesht, bile s'ka lëshuar. Kësi, E si përfundim, çka keni me bo? Po Ti du po me të më him shku, Big Brother, po të më po. shku në për Dubai, në për më bo famshme, po më bo libera hi atë, Po. aj një unë që me tatuja, jalë qoj një shikemën, e bëden,
edhe pëlqemën hoqë, pëlqimin së sena, po, pëlqemën. Hoxha din. Përdej sa ke këtë danoqin këtu, danoqin të imin e një anë tona, zbon. Është mirë danoq që të A i tham danoq do të thotë burë. Ajo veç Burë me shpatlat gjona. Rakateli thonë në Kosovë. Po, rakatel. Përdesa e ke, imaginuam. tani si që thamë ti ma e fort, edhe ti do ta majsh fort këtë shtyll, këtë danoq burri. Likia ka ku mohat. Tu dhe ka, fakt, Edhe ti bëm pare edhe hëne. Qka pare? Po, hinjet më në Big Brother mi hin njeri qysh, po dhe ti mi hin ati me tatu njerit martu mi hin shtra, qysh i hinjet me do pe kru? I jemi edhe në Amazon. Për loj, e ban për loj nështë kja se ban që... As po ka me kanë me lu në shpi veç me shku në Big Brother Po me lu, s'po moj me lu me ty se ti po lu në sëni, apo të thamë. La, kryma punë tani. Do ta ka botove. Me ty lumë, pas këton kurzion, ati i fiton 200.000 euro. Sa? 200.000. Sa? 200. 200.000? Po. Tani mas një edhe ti. Ja, zbesoj që është haram me hin Big Brother. Duhet lexojmë çik të Po, shohim. Ta shohim ndoshta ka mendim tjetër. Hapim qytapet, do të hapim qytapet. 200.000. Qysh jam? Bojna reklamë. Të bëj pyetje juve. Ka gjë për Hoxhën apo jo? Po të them po. Për më jau zbut pak gjinohet. Jau zbut gjinohet pak. Qysh për do një mundohet që të mosh për një me, keni vendos më Ja, ja, pas po dami. Ja, t'hen Big Po Brother. morën vesh tani. T'hen Big Brother. Cilin pa hen? Dash në këto, dash ato Big Albania. Cilin pa hen? Kja kogja fort mundet në dytë. Ha? Kështu po mënoj kogja... Po. Tani me qaja dollë që e fort e fort isha. E pas ka po. Jo, më veç kaltun, isha E pas ka po, mërë mu. Ja më të qyri kësi Më sana. në hoxën. Jo, mërë ato familjaresht kitë me familje këqyren. Oj zoj, goa hoxën, brat, mos u ndoni. Pa njoje Hoxhën nga herë birë ta, njoje Hoxhën nga birë ta, njoje Hoxhën nga herë ta. Kështu që duhet më njohë. Vaj ka herë. Për një me hoqë tash me të vetë, a është haram që ke Big Brother, as është haram? Tani po nëse do të flasim për gjykim, është një çik problem me thënë drejtën, sepse nuk është se aty promovohet ndonjë vlerë, promovohet aty diçka që me të vërtet njerëzit po mësojnë e po edukohen. Aty është e kundërta faktikisht. Për këtë arsye dhe shumica edhe hoxhallarët thonë që nuk bën sepse nuk është burim i vlerave, nuk është burim i edukatës, i etikës, i moralit. Për këtë arsye dhe Gjithi këmë thonë, ngua bre hoqën, apë she, ngua hoqën. Ha, po të kruat, ha? Jo, më kruat pak, E bac, jam të morë vesh, gombas, këta kanë arë për i halë, po dojnë mu do. Po, jo do, këj, që më do. I nërë me vetë hoxën, a o gjina, a bën a Ka zbën. me vetë hoqën gjuna, di në kodë dhja tje. Tu, ha? Më do. Ko e Po ditë gjina e është, bre? Qka diti? E ti, bac, s'fa halë e kiti, pse jo arë sa Unë e kam, Po delte hoqat. unë e kam të malë. Shtene në mes që ty Ku gocin, me bre. shtinë? Po më nej, në mes ju këtë dyve. Mirë, Bac, o qu, që hoxha. Që o dhe, po ullë tash ti. Shka qera pa i pas ka vot. Ullë bac. në një dhe rritë. Ullë zoj. Shka, vëlloj, sa nuk e mora vesh, sa nuk e mora vesh, shka, hajde. Hoxën, Bu. për një, Po, më që fja? i Shqipërisë, Po. i shqiptarëve që të përgjithë. Shqiptar, da më shqiptar, Tamam. rakateri, që Tamam. Qysh ka ja, qysh ka hoxha ja? Danot. Ta dytë martum do kanë bac. Po, Po dojnë mu do. le do, Se kys pja fletëson kushtet, kësojna. Shpeqon në Dubai, në New York, në Londër, pi thët s'po më rinë gati. Gati peshe që jam e Po, valloj, me Qysh konë bën se këva Rahmonin në honë e këva që bëhe. Po, valloj. E ti çfarë halli e ki bac? Pse jo arë sot ti këtu? Unë e kam të malë, e kam hollin shumë të malë. Hajde Po, ku. valloj, unë, po du më martu. Qysh? Më martu. qoftë. Dara më martu. Jo, Ju, Sidomos se vat. Sidomos moshtona është. Po, Ka me se vonë. më martu edhe në dy sa jam mirëja pëden, me në zonë pak. Se po gutesh e pas, i rije. Po, dhe pa... Sa i ki? Ju pa thumë me më martu. Sa vjet i ki? Una, 87, një 43 kota rënej. Mashallah. Po, Ta 7 vjeç bac. Po du më martu
që tash kjo gruja mron që e kumpoz një ata të dy, pa që ke mron ma desh për dashni. Ka de gruja huës për dashnis. Qoftë e gjenetit, qoftë e Po, gjenetit. am një ora be, E qysht ka de për dashnis. Ka dek për dashni se jam mëra një Gjeloze artoke. është bo, gjeloze. Jam mëra një artoke, aden, që unë kështë shprej dashuri shumë. Unë atë që dashurajën. Që huzët kanë të, s'ki nevojë asaj. Po, hoxha pat. Unë dashuraj Po, shumë. dashura, ani. Edhe jam mëra ashtu një artoke, aja pi në unë të që artoke jam dhe ke mu më shumë, avdin. Edhe i kupi zamra. Huz. Pas ka pas drejtë shkreta. I ka kup zemra, që për kop. Po, zamra, ka po. Plas zemra. A i ka plas. Ka blot, Për marazit. Ja ka morë grunë e dytë, Po, pra, ke para ka hec. Pas ka pas drejtë shkreta, pas ka pas drejtë. Pas ka pas drejtë. Jo, me Kështë këtë një apëshe, dikush me njësën bëhat rahat, dikush i lip 2-3, Dikush merr dytën i plasë po para. plasë para. Jo, më... Halë kjo të një. Unë jam i fort, Ja po shihesh, aty që bëj solda. O bac. Apo kërkon dytën tash që t'ja plash zemrën dhe kësaj? Ja s'ka hiç më tash. Bjerë s'ko, E ka Atë dek. mor ortak, Dytë dikë ka ortak. dek. Po jo marrë Edhe ortakja. I me shurba. E Jo ka me ndarë. kom shurba, no? Ja, ato se kom dorë, se kom mja kup zamë në zotë, në kja, tani kom, ka ma, të lape. O mërzit baca dhe lëshoj dhe këte. E tash s'ka po ta bëj hoxhës me ditë. Tash, më martu bëm me gjithë një farë nuse. Ama mas iftarit. Ma zifdojë, Jo gjatë agjerimit. Mas Jo, ma iftarit. unë e lumë në Ramazan, hiç, këtë, hiç nuk e brejkja, ma mas Ramazan në Ja, valloj. ndargët bac më shoj, s'ka problem. Qashtë, O vallahi që ke loti as pa iftarit as mas iftarit do mduket. kështë be, Po them, jo më çka ta mërmenja? Ja, për shpima lakmien që shpetat hoxha veç grahe knaqë. Po, bro, a vërre. Shka pi merë lakmi, Po thom që pitat grahe knaqë. që me hoxha, për shepë që, Marto. për një me gratë nuk janë, e të e pas, kito, që shfar, s'po di, shfar gentleman, shfar Mashallah, bukoroshi, po, mashallah. shkon lakman t'kak. Ja, nuk Ja, e nuk ka. Jo, po lakmaj, po s'po lakmaj, ja. Thjesht po i pëlqen dersi, po i pëlqen. Ani ka dalë më së gëzë, se lakmi është haram, me lakmu nuk është mirë. Jo vëlloj, edhe u gjatën. Çu me lakmu kur e ki o haram se kur se ki so haram hoxh na Po, shta. po. Pja e kia se kitar. Hoxha pjau don që të plesni thonë në Kosovë. A ban botë si më martun që të mosha jo. Ka për detyrë, jo bën, po duhet patjetër. Po, a përshre, po, sot tjetër, me gjithë. Mos me mujt me i kry punë. Po PlayStation me çfarë do të lozi ky? Do të martohet? Edhe ke pasë njëri dy herë pas fëmijë. Po, Edhe kur fëmijë dhe kur Po, plakët. tash gjëra, tash, o gja kujta do të vitin, Po. tash, rani tash tije. Çka po da me mu Po, bac. ma gjithë më një nuzë. Me gjithë nuza. Po, më, a ke mor- po që po vinë të ato që po kënu në zana, e zamra po vunë, po ka nevoj me dëgju në i kongën e zana, edhe ma kështë po një vendi. Këngëtare po dona. Po, bro, që s'ka kogoja. Këtu me jam bastu, krejt që vinë këtu. Po, dhua, Po, rrallë e një del që... e ku me gjithën e. Po shko atje. A shkoj në mbeg bashkë. Ja, është haram me mërku që ato Big Brother, po shkoj me Big Brother. Si e për basti pra ty më zbën ai Kur gore. më Çka pa mërti aty? Që jo më ta bëj shpokën ndirë ta bëj. Kur jam më zbon fra, çat var dull që në zonë. Çka ta përdhu? Ani ka dalë ani ju, ani çaton ja, te ke fundit e zonë atë var lopin. E zonë rri, Aha, kishte po thonë. Është haram me rri çat var lopin be. Ku është një aty. Haram me rrej njerëz. Na? Rrej njerëz haram. Sidomos në Ramazan bëhet 2 herë haram. Dy, a pëshe? E kur të lyp, Kur ta lyp tash. Valla, i kam i Kur ta herë. lyp. Gëmbac, Bë, mos shko aty. bë. Ta gjë minusën, ha? Bisa më le manti. Po ju nuk e maj, lloj moj gjithë çdo datë më idit. Jo të pa ua ka erë dhe pa kështu erë dhe pa kroq. Veç pak se më falni se për dalën e se Ku po del ti? Ujën që pa më morë. Ja bash për martesë të ki. Ju të që do... Ja bash për martesë, ka hajde bac. Që ke i pak vëlloj, se si e pita më Po njerë. po, ta pas kalshu bac. Ti gru, Ha, apo dohmi, as po dohmi. Se kë nuk ka vakt me prit këtu në teket e tua. Kalzaj, po jo, e Hoxha krina. është për të bashkuar, për të nda. Keni ardhur ke hoxha s'ka të ndame. po me najë. që shpo përmënon? Gu e hoqën ma mirë të Po bjerë. e hoxha. Asi a shkoj. A për thonë ditën e mirë hoqës. Falënderit shumë hoqë. Se ma... Ditën e mirë hoq. Hajde, Respekt. zemra Hajde. jenë, se ti nuk ka danën a jena
Qifti mrekulloshëm. Hajde, veshe gjampirin, në dresh. Veshe gjampirin, të s'ki nevoj, Mos hajde. ma gjujte pikire. Mohamed Dres e Ramazanosh. No, apita, m'fal. Të lidhët janë. Stek furlon, fal. Qa ashtu? Tamam. Tani e rregullove. Po, kësi halla shki për ditë. Do më thonë, ndohen, bashkuhen, birra, birri, boci. Publikit dashur, ka që ka person të shihemi në net të tjera të Ramazanit dhe në emision tjera. Hoq, faleminderit shumë që ishe bashkë sonte me neve. Unë u kënaqa, besoj që ti ke kalu mirë. Syfir të kanë shumë sonte e agjerim të letë nesër. Zotit shërbefte dhe agjim pranueshëm për të gjithë. Faleminderit shumë. Natën e mirë.